Thot, subhanallah, njerëzit në perëndim kanë arrit me shku në Han, kurse ti halat e lexu librën e Buhariut këto. Dietari u përgjigj dhe i tha, çka po të çudit ty këto? Një krijesë ka arritën te krijesa. Njeri ka arrit që ata që e ka kriju Zoti, Hanën. Ndërsa ne duam të arrim të krijuesi. Por a e din kush është i vetmi i humbur mes nesh? Thot, ja nuk e di. Thot, ti e i humbun. Pse? Thot, sepse ti nuk e arrit as me shku në Han, as me lexu librën e Buhariut. Kështu që mos u bani marak fort për disave që janë 33-sha që din me bon veç këll me bon zhurëm. Jo dhe ata s'kan shku në Han, as e kanë lexu as një libër. Veç Allah inshallah na ruan prej tyve, walhamdulillahi rabbil alamin.